Të dyja janë motra, kurse non e kanë ato atje në Brina. Sa shpesh ndodh që të sëmurën ato, apo jeni ballafaquar me ndonjë sëmundje të lopëve? Rrallë deri tash nuk kam pas mundje, mundet ndonjëherë me ndodh në ftofje apo në temperaturë, po jo, nuk kam pas. Keni edhe veterinarin ai i cili kujdeset që pastaj që shëndeti tyre të jetë në rregull gjithçka? Po normal që i kemë veterinarin edhe ai vjen për gjanat e veterinarisë, ai mirret me to, nuk mirna. Bëhet edhe pastrimi i thundrave? Pastrimi i thundrave bëhet 2 herë në vit. 2 herë në vit. Në cilën periudhë të vitit? Çdo 6 muaj. Unë ja bëj një 2 javë para se mi shumë kullos edhe masi që të mbyllen vjesht. Ja bëni jo apo veterinari? Jo, është njëri apo Safat që këty njëherë kanë thonë në Alban. Në Alban. I cili ja dhanë thumrat. Femiu tregon edhe relacionet interesante mes këtyre kafshëve. Sa mund të jetoj një lop? Nga përvoja jote, deri sa vite mund të jetoj një lop? Ka lop që shkon edhe 20 vite, po kryesisht që aty 2-13 vite, po lopa si ti bon 4 vite, 5, atëherë nuk e ka atë sasinë e qumshtit, nuk e ka, fillojnë problemet shëndetësore, qishtu. Për shembull, për këto lopët që po i shohim këtu pak më afër, çfarë moshe kanë? A ke njohuri çfarë moshe, për shembull, kjo këtu me Brina, çfarë moshe ka kjo? Që kjo tash për momentin është moshën 5 vjeçare, kjo janë një gjenerat, edhe këto i tjerat janë, po thuj se gati ketë një gjenerat janë veç 2. Ndikon 4 vjetë e gjys 5. Po biku çfarë moshe ka? Biki për momentin ka 16 muaj. 16 muaj, domethënë ende është i vogël. Jo, nuk ka i vogël. Si ti bën një vjet ai veç e kryen punën e vet. Po zakonisht lop që i kom pas më të mirat për ka cilësia e qumshtit, sasia e qumshtit edhe për ka shneta, pamja kështu, faktikisht për tyneve dhe i kom nalë që këte i shemull të dyja janë motra, kurse non e kanë ato atje në Brina. Aja është nana. Sa ke mujtë edhe zotëri Remzi me vrejt pastaj lidhshmërinë e tyre, kur të rriten lopët, për shembull, ju po thuni që këto të dyja janë motra, ndërsa atje është nëna e tyre. Sa kanë pastaj lidhje lopët me kalimin e kohës dhe sa njohin nanën e tyre? Dëgjoj, me thonë dikuj në e di që nuk beson, ai i cili nuk mirret me lop nuk beson, po edhe lop faktikisht e gjojnë shoqërinë e vet. Edhe ka lop që nuk dahen as në fush, edhe pse bavaki se ka kurgjë, po shkojnë non stop bashkë. Jenë katë shumë dështa të lidhura me njëra tjetrën, kujdesin për njëra tjetrën atë aspekt? Dëgjoj, mas mirë të është me qenë sistemi zgjidhën, edhe kur të sistemi zgjidhën, këto e gjojnë venin e vetë, e gjojnë shoqërinë e vetë, me të cilën nuk vrahet, nuk ka të lashe, po ka dhe lope cila është pak më e sertë, më problematike dhe nuk e lënë rahat as më ushqy. Në mesin e gjithë këtyre lopëve, ju e cakët edhe më herët që në këtë shtallë gjendet edhe një bik, është ai pastaj që e kryen detyrën e tij për mbarshtim, apo jo, të mbarshtimin e lopëve, kur ndodh mbarштimi, tregona më shumë. Zakonisht lopa mbarsohet mas që të lind, që të shtohet mas 3 muje, faktikisht është e parapona me rregullore,